Gjithë ne kemi ngjuar për historinë e Ademit alayhi salatu wassalam, të cilin Zoti i gjithësisë e vendosi së bashku me bashortën e tij në xhenet, në rehatit mëllaja, begatit mëllaja dhe në qetësit mëllaja, duke i thënë atyre, qëndroni, hani, pini, lëvizni në për xhenet, si të doni ju. Por kujdes se ju a kam ndalu një penë dhe ju a kam bo atë haram, mos prekni në të. Mirë po, njeriu gabon dhe njeriu harron. E Allahu subhanahu wa ta'ala tregon në librin e tij dhe thot: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْهَا. Shejtani i mallkuar i shtyu ata që të gabojnë. Shejtani i mallkuar i nxiti dhe i cyti njerëzit, krijesën njeri, që njeriu të gabojë. Dhe prandaj themi që është e natyrshme që njeriu të gabojë. Por cili është dallimi ndërmjet nesh dhe ndërmjet profetëve të Zotit? Dallimi është tek pendimi që Ademi alayhis salam dhe bashortja e tij me njëherë sa po prekën pemën e ndaluar, me njëherë Allahu subhanahu wa ta'ala i mësoi atyre disa fjalë. I mësoi Zoti vetë disa fjalë se si të pendohen. E Allahu ka treguar në Kur'an dhe ka thonë: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Zoti i mësoi atij disa fjalë dhe ju pendu. Ky është dallimi i njerëzve të mirë. Ky është dallimi i atyre robërve të sinqertë që kemi folur për 3 javë me radhë. Se robi i sinqert i Zotit është ai i cili pas gabimit me njëherë pendohet.